Kështu kemi ba dhe me ngjarjen e fundit që na ka ndodhur në oborrin e xhamis Ebu Bekër, kur një rrugaç me pushtet në një mënyrë të pabesë dhe një orë krejt të papritur hyn edhe prek ku nuk duhet të prek. E që gjithsesi ajo tabel do të shumëfishohet dhe do të shumëzohet me dhjetra e tjera, dhe jeta jonë dhe aktiviteti jonë nuk mund të ndalet për kapriçon dhe tekat provinciale të askujt që është qëthur dhe ka deviju dhe e ka mujt zullumi i euforisë së çuditshme e të papërkthyeshme. Ne asnjëherë nuk e kemi ulkryt përpara taborrave të iblisit, edhe nuk e bajnë një gjatë të tillë, se përndryshe do të ishim prej tradhtarëve të fesë të kombit. Ne asnjëherë nuk kemi pranuar që bitë e etërve të zi edhe taborrat e femohimit me na shkel. E kemi gjetë mënyrën për me i tregu secilit vendin e tij dhe kemi ecë përpara me kryen alt dhe duke vendos pikat mi i kur, ku dhe si duhet. Kështu do ta thoshte edhe i dashtuni Haxhi Feyzi Zaganjori në hutben e xumas së ardhshme. Edhe më jeton shumë më të madh dhe më të naltë se sa toni im në këto momente. Kështu do ta thoshte i dashtuni Haxhi Feyzi Zaganjori edhe për te hutbes së xumas, edhe në takime të ngushta dhe për te tyre, si për t'ju thënë që ne i kemi kamp në tokë dhe ne jemi kush jemi, dhe e keqja nuk mund asnjëherë as me na kap për dorë, as me na dhu para, as me mendu se mund të na pushtroj, sepse e mira e jonë dhe ajo çfarë ne përfaqësojmë në martin e supe është shumë më e madhe dhe shumë më e larg se sa bota e zullumit, e grabitjes, e ignorancës, e primitivizmit, e pabesisë.